Kushtet katastrofë për myket janë të mosmu 6 fëmijë, s'munen t'ja dalë edhe me ilaçe në spital, s'munen t'ja dalë për myket. Edhe kjo qysh është katastrofë. Nuk është qysh më thonë, për me jetu heq. S'ki ku i lanë, ku i shpërlanë fëmijët. A s'keni banjo heqa? Jo, në korit i lajnë. Përshëndetje dashur shikues të Zarfi Mërgjimtarit. Jemi në qytetin e Prizrenit, saktësisht në fshatin Gjonaj. Kemi ardhur me e vizitu një familje shtatantashe. Po shkojna pja hapë nderën, përshojmë që kanë gjanën, po ndihmojmë edhe përshpresojmë që pas publikimit të videos me i dalë në ndihmë e mos me harru. Hajde ka dalë. Përshëndetje. Si e zoj? A je mirë? Qa bo ban? Qysh për kalane? Mirë. Kemi dalë me vizitu pak. Hajde mirë se veni. Qysh e ki emnin? Atmane. Atmane kushi? Nuhijaj. Nuhijaj. Po. Me kanë jetën këtë Atmane? To jetoj une me 6 fëmijë edhe me burë. 6 fëmijë edhe me burë? Po. Ku është burri? Burri del me të do më thonë punë, me punu, sa më harë me pi. Për fëmijë. Apo? Po. A ka naj punë t'rregull ta punën, veç kushtë të thirrshtë? Jo, punë t'rregull s'ka, vetëm pushtathirin punon. Me ndërtim diçka? Punon, ka njëherë ndërtim, ka njëherë punon edhe në furë ku të gjënë, sa për ushqim punon, do më thonë për ushqim, ja dalëm dyqysh. Po. Vetëm për kushte jo. Çfarë moshe kanë fëmija, Atmane? Maj madhi i ka 4 majt, i vogli 2 vjet. I vogli 2 vjet. Sa janë në shkollë për tyne? 5 i kam në shkollë. 5 në shkollë? Po, edhe një në shtëpi. Qysh për jetani këtu? Na qyshin atë jetu në kushte shumë trana. Shumë të vështira, s'ki ku i lanë, ku i shpërlanë fëmijët. A s'keni banjo heqa? Jo, në korit i lajnë. Në kujna është kjo shtëpi? Kjo shtëpi është e vllajt burrit, kjo nuk ka jemja. A jo në katën altë sa shkërkosh? Jo, nuk është të rregulluar me aja s'ka kur xhanelt. Jo, nuk ka kur xhanelt. A për ndihmon ai kush herë? Dikush a jo? Jo, vetëm njëherë ku ndodhte një TV për zërin, domethënë më kanë ndihmu pak me ushqime. Edhe matanajna nuk më kanë ndihmu kush. Atë për Shqipërisë domethënë? Po, e Shqipërisë jam. Okej. E martuar këtu. Unë edhe pata dalë edhe herën tjetër për ndihmë sa 2 dhoma dhe banje. Po. Më thonë edhe të TV për zërin me pas vetëm ku mi la fëmijët, nuk më kërkua si gjë tjetër. Që kjo janë gjë. Komuna e ndikon me bëna kërkesë për shtëpia diçka? S'kom shku të komuna, ose për social për ushqime kom shku, nuk më kanë dhënë, se më kanë thënë nuk i letra të këtohet. S'ki drejt me marrë social, pa i pas letra të këtohet, unë s'kom pas mundësi me nërreq letrat e Kosovës. Po. E me hangën me pija, pja dilni apo keni ajo? Me harë me pi, po punon burri, sa me harë me pi, pja dalëm dyqysh. Pja dalëm, do më thonë, nuk për milen fëmijët me hekë, sa me harë me pi, pa ma që ta kushte. Fëmija jenë të mos mu, 6, anë zërë mi majtë. Ishin i vetë pamjet. Po, a kanë shkollën largë, apo shkojnë? Jo, afër, që të shkolla aftën. Zotë jeni muftë. A mund është që ta me nga qene Atmane? Që të janë 300 euro i keni prej mërgjimtarëve? Faleminderit, Allah i është për vlerë, kush i ka dhënë. Edhe me hangën me pijo kemi blej. Faleminderit shumë për josh. Inshallah kanë me po njerëz videon e kanë minimu me emër Zotit. Faleminderit shumë për josh. Numri i telefonit a dini përmendsh? Përmend çaban nuk ka. Ose çe jap jone se e kam këtu. Kia. Po. Dashur njerëz mirë, ata që dojnë me ndihmu këtë familje është në fshatin Gjonaj, komuna e Prizrenit. Numri i telefonit është 043 584 816. Është një familje 8 anëtashe. Janë 6 fëmijë, më i vogli 2 vjet, më i madhi 14. Ju ftoj me ndihmu sado që keni mundësi. Hilmana pa kallëzë që është gjendja. Që gjendja familjarë, do më thonë, qa kushte, do më thonë që i kam fëmijët. Kushtet katastrofë për myket janë të mosmu 6 fëmijë, s'munen t'ja dalë edhe me ilaçe në spital, s'munen t'ja dalë për myket. E myket prap i lak shteni shpia. Kjo është dhoma fletje se fëmijëve, s'ka që.
Qëtu. Tjetër? Që edhe që e dhoma tjetër. Që. Edhe kjo qysha katastrofë. Nuk është qysh më thonë, për me jetu heq për fmi. Në thome në kurreni? Në që të rrim, që të flemë, qohëm, nuk kam dhonë kështu më flenë.